Çifti fermer nga Përmeti, Fatos dhe Klodiana Okolishta, janë pjesëmarrës në panajirin ndërkombëtar Ditët e Bujqësisë, që po zhvillohet në Lushnjë nga 28 deri më 30 prill 2026. Me stendën e tyre Bleta e Egër, ata kanë sjellë një gamë të gjerë produktesh bletarie, si mjalt, qumësh blete, propolis, hoje me mjalt, polen, kremra dhe qirinj. Në një prononcim për televizionin Apollon, çifti u shpreh se kjo është hera e parë që marrin pjesë në këtë panajir, duke theksuar përkushtimin ndaj punës së tyre në parkun e bletëve në zonën e bashkisë Përmet. Dhe kemi ardhur nga Përmeti, e shikojmë panajirin mirë, do me thënë sepse është viti i parë që neve kemi ardhur, jo më shumë i rëndësishëm, megjithatë shpresojmë që do ketë akoma më mirë. A është pjesëmarrja e mirë në këtë panajir pasi viziton stendat ku ju keni sjellur produktet bio të bletarisë në zonën e Përmetit? Ka pasur pjesëmarrës, ka pasur deri diku. Nishtën e mjaltit e shikojmë nëse nxjerr për shembull dhe u jep klientit atë besimin, sepse mjalti është shumë i rëndësishëm për organizmin dhe për çdo gjë. Nëse i jep besimin dhe me atë pastërti të punosh, arrin atje ku do. Sa vite keni që merreni me bletari me emrin Bleta e Egër? Me Bleta e Egër kemi gati 5 vite, 6 vite. Pasi vitet e tjera i kemi që në Greqi dhe këtu në vendin tonë kemi 5-6 vite. A keni marrë sponsorime nga shteti shqiptar? Kemi marrë. A keni në tjere për institucionet e shtetit në lidhje për të investuar dhe për të dhënë atë çka ju kërkoni si bletaritës? Shiko, bizneset e vogla duan mbështetje nga çdo gjë, që të eci sa më mirë dhe sa më mbarë. Urdhërojnë këtu, t'i provojnë, t'i shikojnë të gjitha prodhimet që neve kemi dhe pse jo, dhe të mos marrin ose dhe të marrin, për neve ka rëndësi që është i pëlqyer.